Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ka publikuar në faqen e saj zyrtare versionet e përditësuara për vitin 2025 të katalogut të pasurive të sekuestruara dhe katalogut të pasurive të konfiskuara. Këta katalog janë publikuar fillimisht për herë të parë gjatë muajve shkurt dhe mars 2025 dhe tashmë janë përditësuar për të reflektuar të gjitha ndryshimet, zhvillimet dhe lëvizjet që kanë ndodhur gjatë vitit 2025 në kuadër të administrimit të pasurive. Përditësimi tyre përfaqëson vijimësinë e një procesi të rregullt dhe gjithëpërfshirës inventarizimit të pasurive të vendosura nën administrimin e agjencisë. Publikimi dhe rifreskimi i katalogëve synon në rritjen e transparencës, forcimin e llogaridhënies institucionale dhe garantimin e aksesit të hapur në informacion për qytetarët, institucionet dhe të gjitha palët e interesuara. Katalogët ofrojnë një pasqyrë të detajuar mbi pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara, statusin ligjor të tyre dhe mënyrën e administrimit nga ky institucion. Në lidhje me këtë proces, kryeadministratorja zonja Risena Xhaja u shpreh se publikimi dhe përditësimi vazhdueshëm i katalogëve të pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara është një angazhim konkret për transparencë dhe administrim të përgjegjshëm. Për herë të parë këto pasuri po dokumentohen dhe bëhen publike në mënyrë të strukturuar, duke krijuar një standard të ri në administrimin e tyre dhe duke forcuar besimin e publikut dhe institucioneve në këtë proces.